Nderuar miq, do të flasim për zhvillimet politike me fokus në Partinë Demokratike që ka zgjedhur kupolën e re drejtuese. Emri në fakt është i tillë se kryetari, sekretari i përgjithshëm dhe pjesa dërmuese janë po ato që kanë qenë me përjashtime të vogla. Megjithatë, duke qenë se s'kemi fol këtë javë për zhvillimet brenda partisë më të madhe të opozitës, do flasim sot me një prej aktivistëve të saj më të flak në diasporë, zotin Sadri Kortoçi. Të përshëndes dhe faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju dhe shikuesve të juaj. Faleminderit zoti Kortoçi. Ju ftova sepse dëgjova zotin Berisha që lexoi emrat e antarëve të Këshillit Kombëtar nga diaspora. Edhe nuk pash gjikundi emrin tuaj. Ju keni qenë një zë aktiv në vitet e fundit, keni ardhur për Këshillin, në mos gabojmë, mbledhjen e Kuvendit Kombëtar në 2021 në stadium. Por edhe në protestat të organizuara nga Partia Demokratike, me ato që ne kemi folur bashkë dhe që kam parë dhe në media, jo vetëm që kemi folur bashkë, keni qenë edhe organizues i disa pritjeve dhe përcjelljeve të deputetëve gjatë fushatës që erdhën në diasporë nga Partia Demokratike, në mos gaboj Tabaku, Bardhi e tjerë, por edhe keni folur vazhdimisht nga atje për situatën brenda Partisë Demokratike, ndoshta duke marrë edhe kosto, siç ishte rasti i paradës që u zhvillua pak ditë më parë. Megjithatë emrin tuaj nuk e pash aty. U zhgënjye dhe prisnit këtë apo pjesa tjetër që janë aty ndoshta kanë bërë dhe më shumë. Apo ndjeni harruar, apo është me qëllim. Pra, ju çfarë përgjigje jepni? Mendoni se duhet të ishin në atë? Një gjë du ta kenë qartë, kretë ato shikus, ata njerëz që shohin këtë video. Në parti ato, përpjekjet e mia në Partinë Demokratike nuk kanë qenë për asnjë lloj pozite, ose pushteti, ose trofeu, ose si më thon medaljoni. Kjo thjesht e kam bërë se e kam ndjenjë domosdoshmë si idiot, si antikomunist jam, e kam ndjenjë që me luftu për Partinë Demokratike për djathtë në Shqipëri. Nuk e kam bërë për asnjë sekond për privilegje, sasi jetën e kam në Amerikë për 30 vite, kam familjen, kam vëllezër, kam biznesin, domosdoshmë çdo gjë kam këtu. Unë thjesht e kam bërë për hir të vendit tem, për hir të njerëzve që aderojnë, që kanë gjetë veten ke Partia Demokratike. Edhe unë ashtu kam gjetë veten, si më thonë, edhe pse jam jashtë shteti, kam ato rrojt e mia të lidhje me Shqipërinë dhe kam një veten aty. Tash se kush i ka bërë listat nuk e di, edhe se kupton nuk ka se di, nuk ka s'du me hyrë aty me detaleve në vërtet se kush i ka bërë listën, por përveç se do thosha 2-3 veta që di kështu hapun botnisht që kanë ardhur me suportu Partinë Demokratike, kanë qenë, ka pas edhe tjerë, ka pas nga Anglia, nuk po flas nga shtetet tjera, por që kanë ardhur vazhdimisht, ka qenë Evi Kokolari e para, që sot ajo ka kundërshtitë veta me Partinë Demokratike dhe ka fillu një luftë frontale me leadershipin e Partisë Demokratike, kam qenë unë që ka marrë në vërtet mas disa kosh. Evi ka fillu që nga shtatori atij viti, domthonjë para se ndodhin Kuvendi Kombëtar në stadium, e ka fillu ato intervista në televizor në përkrajet Berishës, mas nej kur ka fillu foltoret e këto, ka marrë ka qenë Ludovik Tetaj, që jeton në Texas, ka pas Ludoviku e kishte emrin në listë. Ludoviku, ta them si që është simpatizant i fort, ka po gjitha ato përpjekje ka ardhur, paktën e ka shtu një person nga diaspora në protesta. Në protesta ka qenë për foltoret e doktor Berishës, po kështu edhe unë, me atë mundësi që kam, domthonjë me atë intelektin ose kapacitetin që kam jam munduar, me sjell, jo me marrë ke Partia Demokratike, jam munduar me pru diçka të re, se kam 30 vite në Amerikë, kam qenë edukuar në Shqipëri, kam qenë pjesë
e partisë e partisë demokratike në vitet 90, edhe para 90-s në vërtet qysh në shkollë, në fakultet kam pas shpreh, por sistemi ka qenë domon që ishe shumë i kufizuar në raport me folë kundër sistemit. Po gjithsesi, këta janë ato njerëzit që kanë ardhur vazhdimisht në përkraje të partisë demokratike. Sikur se tash nuk e di se kush i ka bërë listat, por nuk du me aludu për asnjërin, por mu më duket se sikur ndoshta s'ka lidhje se tash edhe një herë nuk e kam bërë për përfitim moral ose politik angazhimin në raport me Partinë Demokratike, se unë kur shef kam vu veten, kam vu fytyrën time në mbrojtje e Partisë Demokratike, kam pas probleme edhe me shtetin këtu, kur para 2 vjeç Edi Rama erdhi me bë fushat elektorale në New York, unë i dola, si më thonë, përballë sigurimit edhe sigurimit amerikan i dola përballë me një grup demokratsh në protest. Kam qenë para një muaj kur bë ajo parada, kam qenë pjesë e protestave që bën këtu, që kanë në përkraje të protestave në Shqipërisë, dhe kur u afrova, u bë virale ajo video, domon ka qenë virale po thosën në përket shqiptari që gjithë turma mu kthy që ti je demokrat, Berisha në burg. Domon se dihet ka qenë po trisht e ditën përkraja ime pa asnjë lloj kushti për Partinë Demokratike, por këto janë gjëra që keni pas kontakte këto ditë me njerëz nga Partia Demokratike? Keni dëduar për këto zhvillime? Unë në vërtet edhe nuk kam shumë, i njoh gjithë ato pjesën e Partisë Demokratike, nuk i njoh kështu personalisht, thjesht nga aktiviteti tyre që kanë bërë. Me Aulon Kalan kisha dje një bisedë, tha uhabita. Doktor Berishës i çova një mesazh dje, edhe nuk mora përgjigjen vërtet, i thash, doktor, përshëndes, thash, nuk e di kush ka bërë këto listat, qa kriterësh kanë pas të njerëz që zgjedh. Jo se është në vërtet ajo është thjesht një punë ekstra që bëhet për ne të paktën që jemi jashtë shtetit, se ajo kuvendi kombëtar nuk e di se sa herë lidhet, edhe me qenë pjesë e saj duhet me qenë pjesë e tubime ose aty në takime që bëjnë, duhet me bë me marrë një bilet që nuk kushton hotelin e gjana, domethënë nuk është një diçka që është po t'jepet falas, si me thonë si e ke ta pagun shteti bonus edhe ato hotelin e avionin e këto gjanat. Kështu që pra, doktori nuk është si ju ktheu përgjigje, pak deri tani që po flasim. Deri tash jo, si duket ndoshta është edhe e zonën, kupton, unë i shujta disa njerëzve, domethënë dy antarë të këshillit të Partisë Demokratike, dhe njëri ktheu një përgjigje kështu me emoji, tjetri ma tha këto janë, kush i ka bërë lista, tha nuk kam asnjë lloj lidhje, se di kush i ka paraqitur ato njerëz. Po pak rëndësi ka ajo. Rëndësi ka që me bë zgjidhje, jo zgjedhje. Kjo është thelbi i asaj që ju thoni që listën ja kanë çuar, e kanë bërë. Po sigurisht flamurin ndoshta Belindi, se Belindi ka qenë më shumë i lidhur me këtu kur ka ardhur Monika Ca që kanë qenë pjesë e forumit rinor, edhe aty duhet me qenë ajo komplet, se kur vjen momenti që ka nevojë për krahje, domthon ishte kur kishin që ishte mitingu kundra Edi Rams, se s'po du me morë këtë dite, ato syri televizor e Partia Demokratike e hodhën, domthon që kom kërku protest. Gjitha ato përpjekje domthon që kom bërë mes diasporës, me një pjesë nga këto që janë
thash, vetëm 2-3 veta pash nga New Jersey, që një prej aty në emreton me qenë pa tjetër, se ka qenë supportus ose ka firmos një kontrakt me kompani amerikane për lëbimin e doktorit, profesori Nureddin Sesi. Ai sigurisht e meriton se ka vu si me thonë një sasi. Hodhi themelet për heqjen e nëngradës. Sigurisht. A kupton, është me marrë një kontratë $750,000 që ka qenë si fillim me nënshkru që nëse ajo nuk realizohet, nuk ke posipate cash në bank, atë duhet me dhonë shtëpi ose diçka tjetër, se këtu nuk të falin avokat, ato jurist, lawyers, si thonë. Por pak rëndësi ka, sikur se tash ajo se unë jetën. Keni dhënë një kontribut, se këta që ju po më thoni, bi që kanë kontribuar në një mënyrë apo në një tjetër. Po, kontributet janë me mënyra ndryshme. Janë mënyra nëpërmes mediave, nëpërmes aktiviteteve dhe kontribute monetare. Unë se kam pa të arsyeshme, si me thonë, se kam pa të arsyeshme me dhonë kontribute monetare, kam pa të arsyeshme nëpërmes mediave, nëpërmes aktiviteteve. Keni qenë një zë publik që e keni mbrojtur publikisht linjën e... E kam mbrojt publikisht edhe kam godit publikisht për gjana që unë kam mendu që ndoshta nuk janë normale. A kupton që nuk shkojnë me parimet, e dyta duhet ta kesh bërë thyrjen. Po, nuk tash edhe një herë, unë kam personalitetin tim, kam, si me thonë, atë boshtin tim që e kam kriju qysh në femëri, edhe ato nuk e ndryshoj dot. Aq më tepër që ardha ime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë edhe një ndryshim edhe shumë më të madh, pasi unë jam rritë në Shqipëri, vërtet jam rritë në Shqipëri edhe normalisht ajo boshti i krijimit si figurë ka qenë Shqipëri, por gjithsesi qenja ime për 30 vite këtu ka ndryshim. Sigurisht që ndryshon duke pa raportin e të demokracisë, e drejtave gjitha e të ligjit, se si funksionon në Amerikë. Kështu që unë nuk kam marrë tash edhe një herë te Partia Demokratike, aty kam gjetë veten, edhe aty gjaj veten më shumë se sa ke gjithë spektri politik në Shqipëri, por nuk kam marrë për përfitim ose për dekorata, por e kam bën thjesht se e kam nisë, e kam gjetë veten aty. Kështu që ajo që tha ti, ajo e dyta mundet me qenë se ndoshta nuk e pranojnë zonën kritik, pavarësisht se Partia Demokratike prej fillimit ka qenë parti që ka pas kundërshtime. Nuk po them që është të gjë perfekt, por duhet me qenë partia që njerëzit e gjanë vend e gjanë ndryshimin të leadershipi i Partisë Demokratike, të antarët e saj, të vija drejtuese të politikat ekonomike, sociale, të çdo gjë që funksionon në një vend demokratik. Por gjanat si duket edhe në aspektin ndërkombëtar dhe në aspektin edhe në arenën ndërkombëtare kanë ndryshuar disi në 15 vitet e fundit, duket sikur politika është bërë thjesht biznes, edhe njerëzit nuk intereson shumë ajo ideologjia për kë admirojnë ose përfaqësojnë, por thjesht intereson ajo interesi personal, interesi ai karrierës ose mënyrat tjera që arrin me bë një karrierë në Partinë Demokratike ose në pushtet, nesër me ardhmë në pushtet. Zotëri, duke uruar që të reflektojnë për këto që ju thatë, të lutem për ta mbyllur, më jep një koment për protestën, si e keni parë këto ditë. Edhe atje më duket ka pas se javën e kaluar protestë në New York. Nesër do themelohet kuvendi kombëtar, ndoshta mos ju thrasin këtej.
Do kisha me shumë dëshirë do kisha qenë pjesë e saj, më thirr, por problemi është se kur e shef protesta ka qenë gjëja më e mirë që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vitet e fundit, por aty domosdoshmë janë mbledh rryma që secili për vete është në heshtje, pasi unë sigurisht shoh unë aty në moment që del një leadership nga ajo partia aty, nga ajo protesta me njëherë ajo ka për të shu, pse nëse del Dylberi ose Sadriu, njerëzit kanë me thonë, po, në Dylberin e njofim, ky e bën për interes, ose Sadria, ose X ose Y. Kjo është e keqja, domosdoshmë që aty s'po organizohet një bërtham, një liq që me kryo forcë politike, se në demokraci, nëse themi që Shqipëria ka demokraci, çdo gjë arrihet mes votës. E nëse ti nuk përfaqësor, se ti mundesh me dalë 24 orë e me protestue, edhe forcërisht nëse me forcë është një histori tjetër se mundet që me detyru qeverinë me dhënë ndërheqje, por në fund të fundit, edhe sikur forcërisht, nëse qeveria dorëzohet, ti do shkosh në zgjedhje. Në zgjedhje njihen partitë që janë në fushë betesë, janë në garë. Kush janë partitë që janë në garë? Janë Partia Socialiste, Partia Demokratike, Nisma, këto 3-4 parti që kanë një elektorat. Kështu që këta njerëz që dalin nuk i përfaqëson njeri, domethënë janë popull, ti nuk mundesh me thonë që sovrani e ka ndorë sovrani, po sovrani ka një përfaqësim. Këtu është e keqja dhe u bën 40 e sa ditë. Çdo gjë ka, si me thonë, unë kam qenë edhe jam për protest, edhe me shumë kënaqësi do kisha qenë pjesë e protestës marrë në Shqipëri këtë ditë, por edhe puna është sezonin e verës që kena ngarku me punë, por problemi është se duhet me ndryshu diçka, nuk mundesh me shku sikur shkum 45 vite, ose sikur tash i thonë që 35 vite s'ka ndryshu asnjë gjë. Këta njerëz për 45 ditë, çfarë ndryshuan, përveç se u bën lajm ndërkombëtar, sigurisht janë bërë lajm ndërkombëtar, lajm botëror, domethënë me protestuesit e Shqipërisë, por ndryshim Shqipëri. Cili është ndryshimi? Duhet me ndryshu strategjia. E shef që kësë punon, këthe është në familje, është në biznes, është kudo. E shef që kjo rrugë nuk qënë askun, ndryshoj drejtimin, ndryshoj timonin. është shumë e thjeshtë, por nuk e di për sa ku kanë për dalë. Ai Rama vazhdon i qetë me atë ofrinë e tij, domethënë duke shoh me esterizëm e me bullizëm çdo ditë, bashkë me ata njerëzit që e përkrajnë nëpër media. Këta të shkret dalin edhe bojnë protestë 2-3 orë ditë edhe kthehen në shtëpi, bojnë ato postime në TikTok nëpër social media. Unë nuk e shoh domosdoshmë që protesta as pak nuk e ka shqetësuar as një sekond qeverinë. Se domosdoshmë kur qeveria hidhet në kundër surt me deputet, me gjithë forcën e vet nëpërmes mediave, nëpërmes njerëzve që paguhen që nga podcaste e nga media në sulm kundër protestuesve, vetëm një ta shikosh para 3-4 nesh pash emisionin ke Ylur Akipit, ta pak ekspozurit kishin sill një deputete, një farë Sara Mile. Tashi ne jena rritë në Shqipëri, domosdoshmë jena rritë me një edukat që jena mësuar që nga shkolla fillore që kur flet dikush me ndëgju tjerët, me pas një respekt, pa marrë parasysh është i vogël, është i madh, gjithmonë në vegj janë respektu më shumë, por të vegjit edhe të vegjit e kanë pas radhën me fol. Ajo ta shikoshen në studje ke Ylur Akipi, unë i shkruajta Yllit, në vërtet, edhe i thash Yllit, mu duk sigur leti me qëllim, që me nxjerr karakterin e saj. Po si një vajzë e re, domethënë një vajzë që është bashkëmoshatare me këta protestues për hir se o zgjedh mënyra se si o zgjedh nuk e di në parlamentin shqiptar, edhe del e sha, nuk len njëri me fol, edhe hapur në studio thëshë unë do flas edhe nuk la me fol në studion e dikujt tjetër, sikur më ardhëm të shin
me disa njerëz të mos me lënë njerëz me fol. Domthonë një mënyrë komplet arrogante e pa edukat. Të fol me gishta, të fol me forcë me qenë si me qenë boksiere. Kjo është domthonë ajo që Thelbi është Adri që ju nga kuvendi kombëtar nuk është se prisni diçka. Unë uroj me ndryshu diçka, por nuk e di se ne shqiptarët nuk s'para merrem vesh se në atë moment që e zgjedhim X-in ose Y-in, nuk e lëm. Gjithmonë kjo ka qenë dominuese ke ne. E njëjta situatë është në Kosovë, e njëjta situatë është në Maqedoni, e njëjta situatë në Shqipëri. Kosova kam besu dhe besoj akoma që janë shumë përpara nesh, por në aspektin e politikës si duket e kanë kopju komplet imazhin e politikanëve shqiptarë, se kanë pa domosdoshmë që politikanë shqiptarë nëpërmes kësaj kanë arrit me marr ato benefitet e tyre, ato privilegjet e tyre në politikë, domosdoshmë me familjarët e tyre me gjitha, edhe njëjtën gjë po bën në Kosovë. Kështu që uroj për kanë marrë pjesën më të keqe. Pjesën më të keqe që kena në domosdoshmë se ne në përgjithësi këta që vinë nga Kosova, që rrinë në Kosovë thonë ju të Shqipërisë. Edhe në vërtet është mohabi domosdoshmë se ne të Shqipërisë jena komplet ndryshe prej tyre. Unë kam meq edhe shok e njerëz që kanë punuar për 20 vite me pjesën e Kosovës, domosdoshmë me rrafshin nga Kalçini deri në Plavë Gusil, domosdoshmë që i njoh familjarisht. I kam hyrë për familje, kam bërë evente me ta. Ka një qasje tjetër për sa i përket familjes, respektit, biznesit, çdo gjë kanë pothush prapë janë shqiptarë me të njëjtën gjuhë flasin, po janë ndryshe se rrinë në sistem kapitalist. Ata nuk e kanë provu komunizmin, nuk e kanë provu me ta marrë punën private, domosdoshmë që me ta marrë shteti, me ardhur dikush me të komanduar tokën tonë. Ata nuk i kanë provu, vetëm një 3 vjet në kohën e Titos kanë pas që kanë hyrë gjoja në socializëm, kanë pa që nuk punon edhe në kthyr direkt tek puna private. Kështu që uroj që kuvendi kombëtar me arrit të paktën një marrëveshje që mos zgjidh situata në Shqipëri, sistemi 35 vjeçar që është bën në Shqipëri ka detruar 1,5 milion, 2 milion shqiptar me ik. Prej 90-s, se edhe 90-ën në vërtet kanë ik se kanë qenë të varfër, por nëse do ishte shpresa, ndoshta edhe unë që flas këtu do ishte akoma në Shqipëri. Por njerëzit e shohin se është një periudhë nga 25 deri në 55, 30 vjet, 35 vjet janë që ti ke aktivitet edhe ke forcën intelektuale ose mendore ose fizike që të arrish diçka në jetën tënde. Dhe kur e shef që gjitha këto kushte nuk t'i plotëson vendi jot, atë detyrohesh me ik. Të paktën ja bën halal, ja bën e çun shkollën që ke bën në Shqipëri zero, edhe fillon nga puna fizike në Amerikë, dhe nëse ti i zoti mundesh me arrit me u shkollu këtu, me arrit edhe deri jo president, se s'lejon me bërë president, por si në biznes, si në politikë, si në ku dush, domethënë të jep mundësinë. Sistemi kapitalist ta jep mundësinë, sistemi i meritokracisë. Ndërsa në Shqipëri nuk ekziston kjo. Unë shoh ke partia që kam gjetë veten më shumë se sa kudo tjetër, si më thonë te Partia Demokratike. Sadri, mbyllje më të mirë me këtë që thatë në fund, që ku po e shikoni këtë që ka ndodhur, edhe në realitet nuk ishte. Unë të falenderoj për bisedën dhe shpresoj të ngjohemi sërish. Ju me siguri do të vazhdoni aktivitetin tuaj atje, pavarësisht kësaj që ndodhi të herë. Unë thash edhe një herë, ajo nuk më ndryshon as pak atë abortin tem ideologjik që kam ke gjata në Shqipëri. Edhe po i qese doktori ju shkroi, më kontaktoni. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Ju përshëndes edhe ju, faleminderit.